me është këngëtarja e njohur Gresa Beluli. Gresa, mirë se erdhe në Gjilan. Faleminderit shumë, mirë se ju gjeta. Komplimentet shumë ta për lukën. Faleminderit shumë. Kush është për kujdesur? Vet. Po, flok të resa, grimin vet, Si po ndihesh sonte në ecën e qëllimit Kuç në Gjilan, je nominuar pret fitoren? Po ndina shumë mirë, për shoh që nga një organizim i mirë, profesional, edhe njerëz për shoh këto, edhe ndjenje mirë në qëllimin e Kuç, pres të fitoj. Dhe arritëm edhe në fund të ndarjes së çmimeve në kategorinë për këngët popullore më të mira, është fjala për videoklipin më të mirë në duet. Sa këtu konkurrojnë. Dhe fitues është Shkurte Feza Gresa Beluli. Faleminderit shumë. Do doja t'ju përshëndes juve si organizator, Ziko Kompanin, përshëndes gjithë publikun, përshëndes adhuruesit e mi në veçanti të cilët me motivojnë që të këndoj ende. Faleminderit shumë. Dhe përshëndes dhe dua shumë zonën e Xhmie Pagarusha, e cila na ka nderuar sonte. Faleminderit shumë. Përshëndes dhe falenderoj edhe Gresën, e cila në prani, do më thonë afër meje, në këtë duet më ka falë një emocion më të veçantë. Faleminderit shumë. Pra në këtë edicion të Zhurma Show ishte i 5 me radhë, kjo vlen për të gjithë shikuesit që tani po kyçën në frekuencat të televizioneve që po na ndjekin. Së bashku me mua do t'i ndajmë çmimet dhe stylingun më të mirë. I ftojmë në skenë Meliza Haradinaj dhe Saranda Shalej. Jom këtu në cilësinë e një brezi të ri të politikës Kosovë. Dhe me këtë rast kisha dashur mi përshëndet debutante e ri që fitun çmim, edhe ata që s'fitun. Me rëndësi gjithë jemi sonte këtu bashkë edhe Ziko na ka bashkuar. Dhe fitues është Gresa Beluli. Faleminderit shumë për të çmim, mjaft të rëndësishëm, sepse çdo këngëtar do të thonë veçohet për stilin e tij dhe më vjen shumë mirë që këtë çmim sot unë e mora. Faleminderit. Urime dhe Gresës. Ky është çasti më i rëndësishëm i klubimit tonë të sonte, do të shpallim fituesit e vitit, kënga e vitit, albumi i vitit dhe videoklipi i vitit. Në juri ishin Xhavit Muçaj, producent, kryetari i jurisë, Edona Memini, redaktore e muzikës në Ziko TV, Alma Leshi, redaktore e muzikës në TV Opinion, flautiste, Jeton Morina, përfaqësues general i Ziko TV-s për Evropë, Maksim Gjakok, Maxi, gazetar nga Shqipëria dhe Avni Aliu, redaktor përgjegjës i muzikës në Alsat të Maqedonisë. Unë ftoj kryetarën e jurisë për të komunikuar fituesit, së bashku edhe çiftin Lirak Qelaj dhe Ilire Vinca për të dhënë çmimin e parë.
për këngën më të mirë të vitit. Ishte ardhët? Derisa të vijë Liraku, të shfrytëzoj rastin që ju përshëndes të gjithë ata që punuan në realizimin e këtyre këngëve të bukura, këtyre videoklipeve të bukura, me prezencën e juaj që madhështuat këtë mbrëmje artistike. Njëherët jemi këtu për të komentuar rezultatet e gjithë kësaj nate. Juria unanimisht ka vendosur për të zgjedhur këngën më të mirë të vitit, videoklipin më të mirë të vitit dhe albumin më të mirë të vitit. Këtu anëtarët juris kemi edhe një artiste flautiste e cila vjen nga Prizreni. Kjo do t'i kumtoj së bashku me musafirët. Atëherë së pari edhe unë t'ju falemnderoj të gjithëve për punën e madhe që e keni bo, se në këtë mënyrë na keni vështirësu neve punën. Jo vetëm desha t'i përshëndes gjithë ata që patën durim të qëndrojnë deri në orët e vona, po edhe ata që nuk patën durim që shkunë, me gjithë ata ju treguat ma durushëm. Dua t'i uroj dhe t'i përshëndes gjithë fituesit e natës së sonte, po edhe ata që nuk kanë fitu, mendoj se e meritojnë gjithë që kanë qenë nominuar e vlerën. Prandaj ju dëshiroj sukses edhe këtyre që do të fitojnë tash. Kënga më e mirë e vitit. Shkurta dhe Gresa. Falemderit shumë, falemderit. Unë i falenderoj sinqerisht jurin dhe publikun, adhurus të mi që më kanë vlerësua. Ka që shumë, falemderit shumë, do t'ja jap fjallën Gresë, sigurisht se kjo ka diçka për qëtu. Me të vërtet është një çmim shumë i rëndësishëm, shumë i madh. Falemderit shumë juris, falemderit shumë fansave, mbi gjitha falemderit shumë Ziko gjithashtu, mbi gjitha falemderit shumë mamit që ka pranu me kënu me mu duet, sepse pranë saj jam dita mam artiste. Falemderit shumë. Mirë, jemi këtu me Gresën edhe motra natyrisht. Mirë mbrëma, mirë se erdhe. Etje Maksim, mirë se ju gjitha. Si po duket? Mirë shumë, për fillim po duket shumë mirë. E nominuar dhe për Best Styling apo jo? E ti po duket shumë mirë, më trego pak kush është kujdesur. Faleminderit shumë. Për mua është kujdesur shtëpia modës Tabja, cilin e falenderoj shumë për fustanin, si dhe për aksesorët Penelope. Nuk e lën motrën vetëm ti, ajo? Asnjë. Si po duket? Mirë shumë. Gresa, ku ta shikojmë Gresën me një mashkull për dorë në tapit kuq në një ditë? Shofim. Kalojnë sa më mirë dhe suksese. Faleminderit edhe juve. Shtëpia e madhe Ziko Company e ndan çmimin special. Në realitet në për vite, Ziko Company ndan çmimet speciale dhe do të ftoj në skenë drejtoreshën artistike të Zhurma Show dhe të Ziko TV Edona Memini së bashku me Chris Rock për të ndarë këto çmime. Kresën ma e zoja. Arsyeja që kam edhe Chris Rockun sonte me veti, është se kemi fillu një bashkëpunim me Icon Agency. Përshëndetje gjitha. Në rregull, mu nuk më takon shumë me fol për Ziko TV, 20 vjetorin e Ziko Kompani e krejt këto, kështu që Chris nëse kemi fol ti na i sen. Ose veç pi... Vetëm për Ziko mu i më thonë, s'kam pas shumë lidhe me shqiptarizëm për para, sepse si ka shumë kohë se kam mësuar në gjuhën shqipe, por Ziko e njoh tash 2 vjet. Më thon këngëtarët se janë këtu nuk i njoh përgjithësi, po ata si njoh nga Ziko, domethënë pas kanë bërë punën e mirë edhe kaq. Shohva edhe 20 vjet më shumë.
Veç po du me ju thonë krejtve që jeni këto që po dokni shumë bukur sonte. Ju përgëzoj gjithve. Faleminderit që na keni nderuar dhe keni ardhur. Faleminderit familjes Qena. Faleminderit shumë. Faleminderit Blerim Destanit, faleminderit Petrik Noa. Faleminderit gjithë tjerëve, faleminderit Ministrit Bajram Rexhepi, faleminderit shumë që keni ardhur. Çmimet sonte nuk dalin me i dhon Pali edhe Tina, që shi dhanë deri tash, po kam na i sjell Graniti se nuk i kom dhënë drejt me fol, mos se ka fol shumë te pitkoq. Okej, Ziko TV Femër ka me shku i pari, kështu që Krisi le ta ndonë, pja e fnatësim. Gresa Beluli, faqe Faleminderit shumë, ju përshëndes gjithve. Ndihem shumë e vlerësuar me këtë çmim që marr nga një televizion i cili tani më ka krijuar imazhin e vet dhe këtë imazh po e forcon akoma më shumë me këtë eveniment i cili tani më është tradicional, Zhurma Award. Faleminderit shumë familjes sime dhe më shumë ti faleminderit nënës time, Shkurte Feza, e cila më ndihmon në çdo çast jetës time. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma Gresa, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Me mamin dhe me motrat përsëri këtë vit. Pse? A ka më mirë? Nuk është shumë bukur të shkon ke ngjyra? Kush të ka rregulluar kaq shumë dhe kaq bukur? Faleminderit shumë për dukjen time si gjithmonë për kujdeset motra, e cila do është të sta bukur, po ashtu edhe për flokët dhe grimin ka çoço. Gresa e ftuar speciale, do kemi diçka tjetër, do zbrim diçka apo? Do ta ndaj një çmim, se çka e shohim më. Se motra duket shumë bukur, jo po një gjë. Faleminderit shumë. A vjen shumë mirë gjithmonë na shoqëron në Gresa. Patjetër. Ka mirë brenda. Faleminderit shumë. Dua tani një tjetër çmim, kemi për femrën, artisten më të mirë, për sa i përket çmimit të televizionit. Në Zhurma Music Video Awards është edicioni 13 dhe çmimi i televizionit për femër, Gresa Beluli me këngën Jemi. Për ty? Faleminderit shumë, faleminderit Maxi. Është kënaqësi me marrë këtë çmim, sepse çmimi i televizionit mendoj që e vlerëson artistin në tërësi, domethënë, unë nuk erdha sot me marrë çmim, erdha veç me shiju një mbrëmje të këndshme, po pse jo me shku me një çmim edhe më mirë. Faleminderit Ziko. Sa e lumtur do të jetë mamja Shkurte Feza, nëna, edhe për këtë çmim ku shikon vajza që po ndjek hap pas hapi karrierën e saj. Suksese, faleminderit shumë. Gresa.